telekomanda, video numër 4. Oqa goli duro, Kedi, gol i bukur. A Leci, apo e shesh çfarë goli duro? E ka pa Leci dhe Mahirë? Nuk ka qenë test real, pavarësisht që Prishtina fitoi bindshëm, por mendoj që llopi në ndeshje është paraqit shumë dot pas edhe pse ka shënuar para, pastaj ka marrë gollat shumë pa dhe një llap i cili e thon drejtën pa tro motivi, pa trojnë, pa kur çfarë idesh për me mujt Prishtinën. Edhe si duket ajo ndeshje e ka rrejt Prishtinën pak. Sot një Prishtinë e cila nuk për 90 minuta nuk mund me gjujt një herë në portë ose nuk mos me pas një rast tamam çu duhet është problem. Pa dosh me hup më Gjilanit ndeshjen e mirë dhe angazhimin e mirë, por që Prishtinën sot kum prit me qenë ma rivalizuese ndaj Gjilanit. Realisht. Po. Ma rivalizuese, kum prit me qenë më e fortë. Nuk është rezultati ku me ditë sa 1-0, po është loja që ka prodhu Prishtina, unë kum prit që me qenë pak ma e mirë se që ka prodhu sot. Erdhëm edhe në fund të emisionet për sonte. Arsim Prepolli, faleminderit që ishe pjesë e panelit. Faruk Satovci, kënaqësi si zakonisht. Lavdim Pireva, faleminderit. Kënaqësi si gjithmonë. Viktor, faleminderit për kohën edhe shumë suksese me skuadrën. U kena marrë shtunën cilën ndeshje me pa? Leci, faleminderit. Mitrovic. Me 3 qëna? Po. Lavda koeficienti, apo të regon drejt, apo... Interesant. Po besoj që korrekt jeni. Në është atë e Leoni është mirë, i ka jetë shumë mirë në Malishevën. Të ndërjetë nga të poshtë. Ku më është me lujt ka koeficient ta. Sa është maksimumi mi shti. Cilën e kështë e kështë, sigurt. Jo, është AI dueli sportiv i vlerëson trajnera. Ajo është një zyra. Ku me investu me Nova. Ja, së mund të me investu. Sigur aty që dhe Kresia, të e batatina letor, dhe e këtë ata është da i mes, edhe kë. Është kë. Mirë, Kedi, shkoj me telekomandën e fund, video numër 4. Telekomanda, video numër 4. Oqa goli duro, Kedi, gol i bukur. A Leci, apo e shesh çfarë goli duro? E ka pa Leci dhe Mahirë? Jo, nuk e di, më falë, muj me gabu në lejtori i Manchesterit që ka emrin Paul Gassonia, se di që ka emrin? Gaskoj. Po, nuk e di me emrin, ka qenë super lejtor. Super lejtor, si futbolist. Po sot është rrugëve. Sot është rrugëve, sepse se dën asë një njeri. Ketë mishti ka hup, ketë shukti ka hup, ketë familjen e ka hup. Dhe me thonë, ka qenë super lejtor. Natën e mirë, Kedi, përshëndes.